E diti si më flet mua ChatGPT-ja? Më flet me dashuri edhe më njerë më vjen të bëj seks me atë. Po pa tjetër, I thua jam mashkull, si jam mirë, kupton ta këtë përgjigje. Ajo më thot, shiko, ajo më thot, ke të drejtë. Po, thot gruaja, ke të drejtë asnjëherë. Tani, më shpjego, e kam e tean, prit, stop te ashtu. O sa I mirë, o bo, dëgjoj tani. Do të ngacmoj Magin sot se Magi është sot kryevepër, më pëlqen shumë. Pëlqen. Tani, a ka turp më të madh në botë se sa këta që iqen sikur I duan kafshët, e marrin kafshën dhe e futin në dhomë kuzhinë atje? E kupton, dhe kafsha s'ka një habitat, s'ka një territor, s'duk vrapon dot, është I mbyllur, është I ngurcur. Është më mirë se sa në rrugë. Okej, nuk është në situatë ideale. Kafsha duhet rri natyrë, mundësisht kesh I vil, ti kesh krijuar kafsha që ekziston, po ti po e shton Kastile. Unë kam shpëtuar nga rruga kafshës. Shumë mirë ke bërë, mashallah, mashallah. Në rrugë nuk ta kishin jetën e gjatë. I kam gjetur 1 muaj gjys, duke të jap dorën. Prit. Të jap dorën. Të hedhur nga dora e njeriu. Turpi, atë po them, për atë po them, bravo. Flasim ne për shoqërinë njerëzore. Për atë po them. Turp se fjalë, për atë po them. I marrin për të hedhur në ferra në 40 gradë, pa ujë të marr nga gjiri nënës. 1 muaj gjysëm. Turpi zot. Një tjetër kam gjetur kockë lëkur me myk, të pangrën, të rritur, dhe sot janë në shpinë time. Dhe janë në gjendje fantastike, jam dakord. Po them, po them që ata që I duan kafshët, ndonjëherë sillen më keq me kafshët se ata që si duan. I marrin për modë, I marrin për të dhe pastaj I braktisin shumë shpejt apo lodhen pak. E kuptojnë që është lodhje kafsha, është përgjegjësi dhe kujtoni se është lodër, por Po është edhe për të kënaqur egon Magda, që shikoj sa I mirë Emi I madh Joni, karakterial dhe shoqëror është që bie dakord me zonjën në një gjë. Sigurisht që siguria e fëmisë dhe çdo të rrituri përballë qenit apo kujdo kafshe është primare. Por, edhe kur themi si do ta ruajmë këtë njeri duke justifikuar dhunën, pra duke vrarë një kafsh, dhuna në vetvete është shumë e keqe, tregon për ne. Nuk e vram të kafshën. Tregon për ne që jemi shoqëri e dhunshme. Ne ankohemi për dhunën dhe duam ta justifikojmë me dhunë. Jam dakord me ty 100%. Do të thënë ajo ka Jam dakord. Ne jemi një shoqëri që modën për kafshën e kemi filluar vonë. Nuk e kemi ato kulturë. E kena filluar vonë, e kena shumica marrin po kalamaj. Privatet të shqiptarëve ka pas gjithmonë qenë macën. Po qenë me ne po flasim po çrën si kapi. Po qenë me kulturë. Kulturë kafshë. Ja një sekond. O Mag, më jep të drejti. Po marrin fshat. O Tea. Ja të thot Magi. E dini ju. Ti prokuror mbretërore, çfarë do marrë? Ora kërkoni tash. Albana, e diti që ka edukator për kafshët dhe që ta marrin atë pitbullin dhe ta bëjnë usta. Po, pra unë jemi neve të shqedikojmë gjithë pitbullët e botë. Unë I ndjek shumë ata. Ore, po një sekund, po pse merrin me pitbullin ti? E dini që njerëzit kanë bler Luan, Po në Vlorë. Po në Vlorë, valla. Ore, kanë bler Luan, Po si Vlorës të asil Luani këtu në studio. Ore, kanë bler Luan, mbaj Luanin aty, e kupton ti çani çabë. Qa Luanin, o vlla. Ore, jeni kafshë e egër, sa ju duhet me marrë Luan. Po, vlonjatët, po, me shekot. Qa kafshë mund të marri vlonjati që mund të barazohet me vlonjati? Kisha një nga se thon njerëzit vetëm tigrin pastaj Orion, mos bëj. Kisha një bashkëpunëtor timin që më tha do iki ti ecë mish Luanit. Ç'a thua ti më? Po tallesh e thashun, po tha do iki ti, kishe marrë një Luan të vockël. Po ky Luani do të të hajë ty më i thash. Luani vogël nuk të hajë është klysh. Po jo, po kur të rritet pra, kur të rritet, se unë po mendoja kur të plaget ky dhe kur të rritet Luani. Ka një kujtesë fantastike të shikoj si plen. Si e shpjegon me Luan, I kishte zënë frika nga një klysh I vogël, shumë I njohim kafshë. Si e shpjegon që raste në botë, nuk e di këtu, por në botë, kafshët kanë ngrënë njerëz që I kanë shërbyer për 30 vjet. Shiko,